Rikthehemi në studio, jemi në transmetimin tonë të Weekend Lovers, këtu në valët e Radio Travel, por njëkohësisht intervistën mund ta ndiqni edhe në kanalin e YouTube të Premium Channel. Sot do të flasim për udhëtimet, ashtu siç bëjmë çdo herë për hir të vërtetës, por sot pa diskutim për një pjesë shumë të rëndësishme, siç është siguria kur udhëton. Por akoma më e rëndësishme, zgjidhjet që na e bëjnë edhe më të lehtë jetën për hir të vërtetës. Në tregun shqiptar të sigurimeve ekzistojnë dy produkte inovative që mund të bëjnë diferencën mes një udhëtimi të qetë dhe ndoshta edhe një stresi të panevojshëm. Është një periudhë ku tashmë emigrantët kthehen në Shqipëri për të kaluar pushimet verore, por jo vetëm, edhe ne vet i shtojmë disi udhëtimet, sidomos gjatë fundjavave. Një alternativë shumë e mirë është për të marrë një makinë me qira edhe për të bërë udhëtimin e duhur, por çfarë duhet të dim kur të marrim një makinë me qira dhe çfarë na nevojitet por të mos hasur në probleme që ndoshta do të na bëjnë udhëtimin edhe pushimet jo aq të këndshme. Pikërisht për këtë do të flasim sot, sepse këto dy produkte inovative quhen kasko ditore dhe autosos ditor, janë zgjidhje të shkëlqyera jo vetëm për individët që marrin makina me qira, por edhe për vetë bizneset që ofrojnë këtë shërbim, e për të na ndihmuar të kuptojmë më shumë mbi këto përfitime nga të dyja perspektivat, atë të qiramarrësit dhe të biznesit. Kemi sot të ftuar drejtorin e sigurimit motorik pranë Sigal, zotin Besnik Çobaj, të cilin e falenderoj që është në studio me mua këtu në Weekend Lovers. Përshëndetje zot Besnik. Përshëndetje, faleminderit dhe mirë se u gjeta. Mirë se erdhe. Më konsidero si një kliente që kam ardhur dhe dua të mësoj më tepër pikërisht për këtë produkt që sapo keni prezantuar. Si lindi kjo ide dhe çfarë nevoje të tregu doni të plotësoni me këtë ndryshim me kaskon ditore dhe autososin ditor? Hyrja ishte perfekte, asun s'mund ta bëja më mirë që normalisht paguhem për këtë punë. Në fakt siç e thatë edhe vetë ju, është kërkesa e tregut. Okay. Kërkesa e tregut gjithmonë janë që na orientojnë drejt produkteve të reja dhe Sigal del në treg në mënyrë të vazhdueshme me produkte të reja bazuar në kërkesat e tregut. Një ndër kërkesat ishte duke qenë se po rritet shumë turizmi në Shqipëri, krahas me rritjen e kërkesave, ka dhe rritje kërkesash pra që duan një cilësi. Duan cilësi shërbimesh. Dhe një ndër këto cilësi që kërkohet është siguria. Siguria në udhtim, siguria në qëndrim, pra vjen, paguan pushimet dhe e flen menen për ato kohë që do jesh me pushime që t'jesh i mbuluar nga çdo e papritur. Një ndër këto është edhe kasko ditore dhe autososi ditor. Çfarë janë këto dy produkte? Kasko ditore është sigurimi i vetë mjetit motorik, por bazuar jo siç bëhet në një kasko klasike në një periudhë afatgjat, pra një vjeçare, po bazuar mbi numrin e ditëve apo në kohën gjatë cilës do të merrni një mjet të rënd, e merrni për ta përdorur për një periudhë të caktuar dhe ne adaptojmë sigurimin e vetë mjetit motorik për aq ditë sa do rrim, do qëndrojnë me pushime apo për aq ditë sa ka marr mjetin me qera. Për gjatë kësaj periudhe ne i sigurojmë edhe një diçka tjetër. Përveç që sigurohet mjeti në rast aksidenti që mund të ndodhin, pra që mbulot nga kasko, mund të ndodhin që ti e duke fjetur në hotel dhe vjen dikush edhe e dëmton mjetin në parking. Mund të ndodhi që mjeti do të lërë në mes të rrugës, në fakt nuk ka ndodhur asnjë aksident, asnjë gjë, po të lën bateria, të lën rripi dinamos, bie goma etj. Ti ke ardhur për të shlollur dhe në fakt të ndodh një gjëra që ndodhin. Të ndodh një fatkeqësi dhe pastaj në orën 12 të natës apo 1-2 të mëngjesit çfarë do bësh? Nëpërmjet këtyre dy produkteve mjafton një telefonat, është larg ndihma. Autososi krahas me kaskon ditore është asistenca rrugore që ne e quajmë autosos, që të vjen në ndihmë 24/7 për çfarë do lloj problemi që të ketë mjeti, ne do sjellim teknikun në vend, që do të thotë
qofse është një problem që mund të riparohet, siç është për shembull bie goma dhe do të zëvendësojmë gomën, nëse mjeti ka një defekt, një paketë elektronike që dihet se çfarë ka, e zëvendësojmë, qofse është një rrip dinamo që është kputur, vim dhe e zëvendësojmë, ama nëse është një problem i cili nuk mund të riparohet në vend, pastaj ne kemi shërbimin e karrotrecit që e dërgojmë mjetin në vendin, në servisin më të afërt, ose nëse është edhe një mjet personal, mund ta dërgojmë tek banesa juaj. Dhe kjo është kundrejt disa çmimeve shumë të ulta në krahasim me shërbimin që merr. Që do të duaj ti paguante secili nga xhepi ekstra, besoj, kur të merrnin një makinë qira. Nuk është problemi tek çmimi që do paguaj, se kur je në nevojë, lehtësia që të ofrohet. Kur je në nevojë do paguash, se kur shkon me pushime, sidomos në jug të vendit, do e kesh në xhepin i çik të fryrë. Patjetër. Por problemi është që në mesnat, në mes të rrugës, kuj do t'i biesh, ti ke ardhur, mund t'jeni një emigrant që keni ardhur, i keni humbur lidhjet, ju dini ndoshta se se çfarë të thrisni në Gjermani, në Francë apo në Belgjikë nga vini, po s'dini se kujt i drejtoheni këtu. Ndërsa këtu me një numër telefoni, me një sigurim super të thjeshtë, ju e keni ndihmën në vend. Dhe mund të vazhdoni i qetë pushimet. Okej, ka ndonjë procedurë, le themi, për një emigrant, po marr shembullin e emigrantit, sepse ndoshta duan që ta përvetsojnë më thjesht, për t'i bërë të tyret këto dy produkte. Atëherë, dihet që, domethënë, ne me burokraci jemi jemi të ngopur edhe ne në fakt gjithmonë mundohemi që të eliminojmë burokracitë e tepërta. Çfarë ndodh për të pasur dy produkte? E para, kasko ditore, pra është edhe një herë, është sigurimi i vetë mjetit motorik. Nëse një klient, nëse një qytetar, qoftë emigrant, qoftë edhe banor këtu, merr një mjet me qira, qiradhënësi jep dy mundësi, thot, mjetin e don të siguruar me kasko, apo e don të siguruar, apo e don të pasiguruar. Nëse e merr mjetin të pasiguruar me kasko, do thot që gjithë dëmet e mundshme që mund t'i shkaktohen këtij mjeti do paguhen nga qiramarrësi. Gjë që shkon me kosto shumë të lartë, sepse mund të jesh shofer shumë i zotit, po çfarë ndodh? Ndodh që vjen dhe përfshihesh në një aksident për fajin e dikujt tjetër. Po hajde gjeje pastaj se kush e ka fajin. Dhe në vend që të marrosh pushime dhe të shkosh i qetë shpintane, duhet me ne më marrë me procedura. Atëherë, më mirë kush është që të bësh një kasko ditore. Për të bërë një kasko ditore, është procedura me minuta. Çfarë do thotë? Një ID, dhe vetëm do hedhësh të dhanat e tua dhe do i bësh 4 foto mjetit në pamje të ndryshme për të parë në çfarë gjendje është mjeti. Uploadohen në aplikacion, ne i marrim ato dhe thu, për sa ditë don? Për 5 ditë. Për 5 ditë bën pagesën, mirupafshim, u siguru mjeti me kasko ditore. E njëjta gjë është për autosos ditor. Do thush datën e fillimit, datën e mbarimit, do identifikohesh atë targ shasi të mjetit që i ka pronari, të dhënat uploadohen dhe i merr të dyja policat i merr në dorë, dhe aty ke nga mrapan, ke edhe kushtet e marrjes në sigurim, ke numrin e telefonit të kontaktit për 24/7. Pra, është procedurë super e thjeshtë dhe kjo ishte shumë e rëndësishme për gjithë ata që janë duke na ndjekur, sepse besoj e kuptoni që gjithë, sidomos në kohën e pushimeve, procedurat e burokracisë janë absolutisht stresuese. Absolutisht. Tani, a janë këto ndryshime vetëm kohore në terma të kohëzgjatjes, apo qëndron edhe ndonjë filozofi tjetër pas këtij ndryshimi? Në fakt nuk janë, po bisedoja pak me kolegun tuaj përpara se të vija këtu. Tani më në Shqipëri ajo termi sezon turistik sikur kanë filluar dhe janë shkrirë. Pra pjesa e sezonit të dimrit me të verës, ai gepi mes tyre sikur po ngushtohet dhe këtu në Shqipëri tash kemi pothuajse gjatë gjithë vitit që ka lëvizje. Po këtu nuk flasim vetëm për
turistë të jashtëm, po edhe vetë turizmi I brendshëm, po të shohim zhvillimin e jugut, Tirana të shtune edhe të diel janë ditët e vetme ku mund gjesh parking. Pse? Hikën shkullet Tirana, hikën nga Tirana, hikën jug, hikën veri, hikën male, pra ka lëvizje gjatë gjithë kohës. Dhe duke e parë këtë, ne këto produkte nuk I kemi ofruar vetëm për sezone verore. Ne këtë produkt nuk e kemi konceptuar vetëm për të huajt. Ne këtë e kemi konceptuar për të gjithë klientat që banojnë këtu në mënyrë të përhershme, ato që vinë, qoftë të huaj, qoftë emigrantë shqiptar, pra janë të vlefshme për 365 ditë të vitit, dhe ajo që është inovative është sepse ne adaptojmë një produkt I cili I jepet për kohën që dëshiron, pra kaq kohë unë do shkoj me pushime, por kaq kohë më duhet ky produkt. Nëse unë dua që ta përdor gjatë gjithë vitit, pra kam makinën time personale dhe lëviz, kam hobi që të lëviz nëpër Shqipëri, kam hobi që të dal edhe jashtë, pra të udhtoj. Atëherë unë do marr një sigurim për gjithë vitin. Ose edhe nëse unë nuk kam, se ky nuk është një produkt I adaptuar vetëm për turist. Jo, ky është një produkt I adaptuar për të gjithë përdoruesit e një mjeti. Edhe ju që vinin punë ditë për ditë, bani sikur 4-5 kilometër, po të bani, asnjëherë nuk jeni të mbrojtur nga gabimet e mundshme në rrugë, qoftë tujat apo të dikujt tjetër. Sidomos në këtë Tiranën tonë. Me këtë trafik, po çfarë ndodh? Nëse të ndodh një aksident, sa të gjesh se ku është, se do hysh, se tani po hyre në Google do gjesh gjithçka. Problemi është që ku do e gjesh më të afërtin, karrotrecin, dhe nëse ju ka ndodhur ndonjëherë, thot shiko se erdha unë se do ta mbajaj. Erdha thot për 10 minuta jam aty. Në fakt edhe as për 2 orë nuk vjen. Ndërsa ne kemi një rrjet të shtrirë të bashkëpunëtorëve tonë në gjitha qytetet dhe ne e shikojmë ku është karrotreci në Google Maps, ku është më I afërti dhe japim eksaktësisht do vi për kaq, do vi për aq, do e çojmë këtu, do e çojmë atje, ose kemi atë teknikun e lëvizshëm, pra siç kemi një produkt që besoj ka qenë edhe në këtu për t'u prezantuar teleshëndeti që ke mjekun me vete, këtu ke teknikun me vete. Vjen për problemin që ka, nëse bëhet në riparimin ven, okay, nuk bëhet, e marrim me karrotrec, hiku dhe mbaron puna. Janë përfshira të gjitha llojet e mjeteve në këtë produkt? Këtu ne I përfshim të gjitha mjetet e transportit publik, biles edhe këto ATP që janë mjete që bëjnë transporte madhash deri në 3.5 ton, dhe furgonet deri në 7+1 vende. Okej, kjo është absolutisht një alternativë shumë e mirë për gjithë ata që I disponojnë këto lloj mjetesh. Biles nëse më lejohet që të shtoj diçka, ky produkti është për në Shqipëri, pra ofrohen 3 shërbime. E para është shërbim 24 orë 7, shërbim telefonik, që do thotë, shiko, jam në një rrugë unë, ku është karburanti më I afërt? Ku është farmacia më e afërt? Ku mund gjej një mjek sepse fëmia im ka ca shqetësime, ku mund gjej një mjek më të afërt etj, ose klinikën më të afërt. Pra, është më kollaj sa të googullosh ku je, ku s'je, se ta japim ne. E para, e dyta është riparimi në vend, dhe e treta është transporti me karrotrec. Këto janë shërbime që ofrohen në Shqipëri. Ndërsa, nëse je I shtetit, se këtu doja të dilja, disa dallime. Okej, më fal që ja dozja pyetjen. Nuk ka problem fare, po doja edhe të jemi më të qartë edhe për ata që janë duke na ndjekur. Ku e bën dallimin shërbimi brenda dhe jashtë vendit? Pra, këto 3 shërbimet janë brenda Shqipërisë. Ndërsa për jashtë Shqipërisë ka dhe shërbime të tjera shtesë. Pse? Një klient kur udhton, një udhëtar kur udhton jashtë Shqipërisë, normalisht që do jetë më e vështirë për të gjetë një vend për të fjetë. Do jetë shumë më e vështirë për të gjetë një taksi apo një mjet zëvendësues, qoftë nga gjuha, se për shembull mund të jesh poliglot, po dole në Bosnjë me shumë do e kesh shumë të vështirë që të gjesh një taksixhi që flet anglisht apo italisht apo frëngjisht, do e kesh shumë vështirë që të gjesh një mundësi për një karrotrec dhe ti flasësh, ti dërgosh location, ti thush. Pra, atëherë ne ofrojmë edhe shërbime tjera që do thotë akomodimin me hotel për drejtuesin e mjetit edhe për pasagerët e mjetit deri në 2 net.
transportin e mjetit në servisin më të afërt, dhe nëse është një udhtim për qëllime profesionale, ne ofrojmë ose në vend të taksis ne ofrojmë një mjet zëvendësues ose e dërgojmë ne një transport alternativ për ta dërguar deri tek vendi po themun ku ka parashikuar organizimin. Ose nëse është në kthim, i bëjmë rikthim në ande, ai mjetin alternativ do e gjejnë ai, pra mundësitë alternative me avion, me tren, me makinë, dhe ne i japim një për biletin e kompensojmë pra për një vlerë të caktuar. Kjo është një zgjidhje absolutisht shumë e mirë për gjithë ata që duan të jenë të qetë kur të udhëtojnë, sepse pushimet do të shijoheshin më shumë. Tani, keni arritur të bëni një, le të themi, ndarje se cilët janë ata klientë që zgjedhin një sigurim ditor dhe ata që zgjedhin një vjetor? Po. Kryesisht sigurimin ditor e zgjedhin këta udhëtarët, këta turistat. Pra kur vinë nga jashtë, sepse për hir të vërtetës nuk është një produkt, ne nuk kemi shpik rrotën. E kanë shpikur të tjerët përpara, dhe biles ne për jashtë Shqipërisë, ne kemi një kompani shumë të madhe kroate, e cila mbulon gjithë territorin e Europës. Kemi bërë marrëveshje dhe janë ata që na mbulojnë në asistojnë në këto mbulime, ndërsa në Shqipëri kemi qendrën e asistencës Sigal. Për të ardhur tek pyetja juaj, kush i përdor më shumë? Asistencën ditore dhe kaskën ditore janë këto që marrin mjete me qira ose këta që udhtojnë her pas here, ndërsa një vjeçare i marrin më së shumti përdoruesit që banojnë në Shqipëri, që janë profesionistë, janë punonjës të ndryshëm, pra që ju duhet mjeti për qëllime profesionale për ta përdorur ditë për ditë. Dhe për të ardhur tek çmimi është, domethënë, shumë modest, sepse është fillimi dhe duam që ta marketojmë që klienti ta ndjejë se çfarë shërbet, sepse nganjëherë kur ofron një produkt në treg, ju duket e pabesueshme, thonë ora. Po, si ka skepticizmi gjithmonë, po. Si ka mundësi. Dhe ne e kemi ofruar me një çmim shumë modest. Këtu në Shqipëri është 30 euro, rreth 3000 lekë të vjetra në vit. Ndërsa për jashtë është 50 euro ose 5000 lekë të reja në vit. Domethënë janë për shërbimin që merr, për kohën që e merr, sepse mundet që njëri thotë, shiko se un kam njerëz, shok, miq e tjerë, ose tjetri që thotë un kam edhe mjekun e kam në familje. I bi një herë, i bi dy herë shokut, mikut, por nuk mund t'i bish gjithmonë. Ndërsa këtu është detyrim. Është detyrim i jon që klientin ta mbështesim, është pjesë e punës tonë, dhe nuk ka që shiko se po e shqetësojnë këtu. Jo, ajo është në orarin e punës. Siç ju po punoni, kjo është puna juaj, mund ta keni para dreke, mas dreke etj. Keni teknik që rrin gjithë natën 24/7, edhe ne ashtu i kemi shërbimet 24/7. A jemi ndërgjegjësuar sa i përket kësaj pjese? Atëherë kjo na përket, kjo është edhe qëllimi në fakt që ne vim në median tuaj. Absolutisht që ka një ndërgjegjësim, duhet që edhe ne pra që ofrojmë këtë produkt, e para herë duhet që ta duhet që ta dim se çfarë përfitojmë. Unë që jam këtu, kam përfituar se kam makinën e punës edhe makinën time, sikur ja kam diell vetes 3 herë më kanë. 3 herë brenda një viti. Dhe me që erdha tek 3 herë, me kaq mund të marrësh 2 shërbime brenda vitit. Pra, mund të marrësh 2 shërbime. Çfarë na ndodhi një herë? Ja ofron shitsi klientit ton, dhe ishte një punonjëse banke. Edhe mas jeme ndonë thotë, shiko se bankat e dini, punojnë me ato presje djetore njërin tjetër, ja dinë rëndësinë më shumë se sa ne. Edhe thotë, shiko, unë s'kam pas asnjëherë makinën e kam 3 etj, thotë, ma anullo këtë, anullohet, po rrinë në databazë që ka qenë e pajisur. Një moment, ajo e kishte mbajtur me numrin e autososit, se e kishte testuar në momentin, ta testoj, bie telefoni s'bie, kush përgjigjet, anullon. Dhe merr, diku nga ora 7:30 që kishte dalë për në punë, i bie goma.
merr në telefon thotë edhe provon thotë, "Shiko se kështu kam autosos." Okej, futet në database edhe shohim, po ju e keni anulluar. Po thotë, po s'kisha mundësi tjetër, a ndihmoni? Okay, dhe sigurisht që e ndihmuan, po kundrejt pagesës dhe ajo pastaj në atë degën e bankës na kanë ardhur mrena dite gjithë punojësit aty. Okej, tani se dalim te kjo pyetja tjetër, te kjo ndarja e gjinive, ndoshta ato që preferojnë më shumë të autososin janë edhe shoferët vajza apo gra. Në fakt janë burrat. Vërtet? Pse? Okay. Sepse duhet që t'jenë qetë mos t'i birë telefoni i gruas. Okej. Në fakt shiko, se është krejt normale, jo vetëm në Shqipëri, qofse ke një problem me makinën, gruaja më herë telefonon burrin thotë. Ora shiko, këtu thotë un jam edhe çfarë bëj. Autososi i gjithmonë. Kështu që është në interesin edhe të vetë burrit pa edhe të gruas që të ketë. Është vetëm çështje edukimi dhe besimi. Ne në fakt këto janë disa produkte që ne i kemi që janë produkte shumë të thjeshta për të kuptuar, por janë shumë të dobishme edhe në momentin që ke nevojë të vinë në ndihmë edhe aty pastaj fillojnë njerëzit të vetë ndërgjegjësojnë. Për shembull, nëse vjen një emigrant nga jashtë, njerëz jemi mund ta ndodhi, pra siç ndodh një aksident, mund ta ndodh diçka edhe me shëndetin. Na duhet që të shkojmë në një urgjencë. Për një javë janë 5-6 euro, 7 euro që mund të marrë një shëndet në udhtim, pra 7 euro imagjino, kur hotelin e paguan 200-250 euro natën, çfarë janë 7 euro? Po me këtë 7 euro ti mund shkosh në spital edhe faturën deri në 10.000 euro ja paraqet si galit. Okej. Pra është thjesht çështje ndërgjegjësimi, ose ne që hikim në Turqi. Ju jeni të specializuar, besoj e dini. Më ka ndodhur mua me fëmijët e mi që ju bllokuan, ju infektuan veshët nga uji i pishinave dhe ka shkuar nga 250 vetëm për me i pa me i dhanë një alkol borik, po si prindej që ishin të shqetësuar. Dhe aty unë kam marrë faturën, ja kam sjell si galet, nuk ka asnjë diskutim, domethënë. Pa lere pastaj për ndërhyrje kirurgjikale etj që mund të na ndodhin. Pra janë disa shërbime që janë shumë të dobishme, koston e kam shumë të ulët, pse? Sepse kur mblidhen, kur bëhen shumë, pastaj jo të gjithë do na ndodh që të na plas apendiciti, jo të gjithë. Pra, janë si thosh si puna e TPL-s, janë bëhen pak a shumë si sigurime solidare, pra paguaj unë për dikën, unë e përfitoj sot, ai tjetri e përfiton nesër, po janë shërbime që duhen, janë shërbime që për më tepër na japin qetësi, janë shërbime që t'japin edhe pavarësi. Sepse nuk i bi telefonit të shokut, mikut me ngel në derë atina. Se fundja edhe ata duan të rinë rehat. Absolutisht. Tani, nëse kam prenotuar 7 ditë pushime në jug, në veri, në Shkodër, në Shëngjin, dhe dua të rritë një ditë tjetër. Ka ndonjë shtyrja. Të shtym dhe një ditë tjetër, kas konditore. Po, patjetër. Është e njëjta procedurë, pra siç supozojmë keni marrë një mjet me qera, e keni marrë për 5-6 ditë, ju ka pëlqyer, okay, do rrini edhe një ditë apo 2, edhe nëpërmjet aplikacionit ju futeni dhe bëni shtyrjen e ditëve të qeras ditore. Po. Dhe në të njëjtën mënyrë do hyni edhe aty. E keni shtyr për 2 ditë qëndrimin, do shtyni edhe kaskon ditore, do shtyni edhe autososin ditore. Edhe autososi, se nuk më pyetet, e di sa është ditori? Ditori për mrena dhe për jashtë është 1 euro në ditë. Okej. Do me thanë një gjysëm kafje, sepse në jug kafjet që ka shku 2 euro, një gjysëm kafe dhe jeni imbuluar me autososin ditore. Fantastike. Në fakt, mendoja se kisha marrë çmimin kur ishte përfaqësuesi i autososit në studio disa kohë më parë. Mendoja se e dija, por jo. Tani,
A mund të blihet pa që nevoja të shkosh fizikisht në një zyrë Sigal, këtë e tham që bëhet online çdo gjë, bëhet online çdo gjë. Tani nga aq sa keni mundur të jeni në kontakt me klientë, si është pritur kjo risi e fundit e këtyre dy produkteve të Sigal? Po. Në fakt klientët e kanë pritur jashtëzakonisht mirë. Ne na marrin dhe na falenderojnë, domethënë sikur ti kishim bërë një nder privat në mënyrë të veçantë atij klientit, dhe ajo që nuk nuk na pëlqen, po ky është realiteti shqiptar, është që një pjesë e mirë kur e kanë marrë nuk e kanë besuar, sepse thotë, ore, unë kam paguajt për 5 ditë, kam paguajt 5 euro. Erdhi karrotreci, e mori makinën, ma çoi në servis, e rregulloi paguajta edhe kaq dhe vazhdova udhëtimin i qetë. Ose thot kasko ditore, se kasko ditore shkon nga 10 deri 25 euro në varësi të mjetit, dhe thot shiko, unë me 10 euro, 7 ditë, 70 euro, thot unë kam paguajt dhomën, thot 200 euro. Unë paguaj një pije 7 euro që e merr fëmia, e merr në darkë nga bari aty, edhe shkon 5-6 euro. E kupton? Pra, nuk është se ju besohet, por, okay, edhe ne duhet të lëvizim, pra ajo, se kjo është Europa, se do shkojmë në Europë, okay, viza s'kemi. Kjo është Europa që të sjellim edhe shërbimet, pra të sjellim edhe me cilësi, po të sjellim ato shërbime që vërtet ka nevojë për t'i dhënë, se njerëzit sidomos në prendim, njerëzit, se ne bëjmë qef gjatë gjithë vitit, jemi si puna italian, po ata lodhen gjithë vitin, edhe ato pushimet i kanë të shenjta. Do me thënë, duan qetësi, duan siguri, duan mos kenë probleme, se 6 muajt e para, 6 muaj para se me fillu pushimet, flasin ku do shkojnë. Pastaj kur kthehen, ku ishin dhe sa mirë ja kaluan. Do me thënë, dhe eksperiencat pozitive pastaj i bëjnë ata që të kthehen. Edhe ne ndikojmë, me aq sa mundi ndikojmë në si thosh, në një klim pozitive të tregut në Shqipëri, të tregut të turizmit, duke i dhënë siguri dhe garanci. Po, patjetër. Tani shpesh ndodh që klientët dëgjojnë vetëm anët pozitive të një produkti, më pas përballen me përjashtime apo kufizime që nuk i kanë ditur më parë. A ka edhe kaskoja apo autosos ditor ndonjë kufizim apo përjashtim që duhet të dihet paraprakisht nga të gjithë klientët? Po, si çdo gjë, domethënë një biznes ka rregulla që funksionon, që do të thotë nëse një klient thotë çiko unë e bleva po do ta paguaj më vonë, këtu nuk ka. Domethënë sigurimi gjithmonë hyn fuqi në datën edhe orën e shënuar në policë, por me kushtin që të jetë paguar primi ose të jetë paguar çmimi i saj. E para, e dyta, ne do donim që sigurimi të filloj me njëherë, pra në momentin që merr mjetin, të filloj autososi, dhe çfarë ndodh? Mund të ndodhë që e ke marrë mjetin në orën 10, para dreke, po ky nuk hyn fuqi me njëherë për të eliminuar ato mashtrimet, hyn fuqi në orën 24:00 të datës së shënuar në policë si datë fillimi. Kjo është vetëm për të eliminuar, pra mos me i dhënë mundësi edhe vetë njëri që e ka menen për dreq, vetëm me mashtru, pra me mundu me evituar. Po se janë gjëra që ndodhin. Shiko, nga njëherë në fakt, edhe klienti nuk duhet që ta bësh që të ndihet i provokuar, që do thotë t'ja lësh gjitha portat hapur, se është njësoj sikur një punojës që ka arken, mos t'i bësh asnjëherë kontroll dhe i duken sikur janë paratë e veta, sa ai i ka gjithë aty. Nëse s'ka kontroll, punëdhënësi e ka provokuar, sepse njerëz jemi, kurse gjithë ato lek dhe e kam rrogën ku diun, kaq thot ti marr edhe ca se këtu të mijat janë. Pra, edhe ne mundohemi gjithmonë që të vendosim disa kushte që klienti mos ndjehet i provokuar. Dhe këtu kemi pastaj janë to rregullat. Pra këto dyja që të paguhet primi, kur fillon, pra që është në orën 24:00 të datës shkruar në policë datë fillimi, dhe pastaj tjetër është që të jesh, do me thanë, mos tjetë një dëm i parandollur, që do të thotë, nëse ju jeni qeramars, do keni kujdes që ta shikoni makinën, ta fotografoni gjendjen e mjetit, që mjeti mos tjetë i dëmtuar përpara, sepse
pastaj kush do paguaj dhe çfarë do bëjmë. Okej. Këto janë. Tani ka një maksimum, një minimum ditësh kaskoja ditore dhe autososi ditor? Jo. Mund ta marrësh edhe vetëm nga për 1 deri në 365 ditë. Okej. Domethënë këtë ndan sipas nevojave që ka klienti, nuk ka asnjë kufizim. Biles për mjetet që jepen me qera, se kanë filluar, pra ne kemi një bashkëpunim me disa kompani që ofrojnë ndërmjetësimin e dhënies me qera, si puna e Airbnb-s, është Rent Out, është një aplikacion, super aplikacion në fakt, ka pak kohë që ka filluar disa muaj, 5-6 muaj, aty regjistrohet mjeti juaj personal, dhe në momentin që regjistrohet, një klient nga jashtë apo qoftë edhe nga brenda hyn dhe bie dakord të cash qira editore, kaq, po kasko është kaq, po autososi është kaq, dhe të gjithë pronarët që duan të japin mjete me qira mund të regjistrohen te Rent Out, është aplikacion, është edhe web, edhe tek një faqe Rent from Locals, është edhe kjo një faqe lokale që edhe kjo ka disa vite në treg, kanë diku mbi 10.000 makina të regjistruar që jepen me qira dhe vetë qiramarrësi për të qenë i sigurt edhe i qetë në udhtimin e tij, futet zgjidh mjetin, zgjedh që të marr autososin, zgjedh që të marr edhe qeran ditore të mjetit, zgjedh që të marr edhe nëse është emigrant edhe shëndetin në udhtim. Për 1 euro në ditë, pra 1 euro në ditë ke mjekun me vete, ke teknikun me vete, ke mbi të gjitha qetësinë me vete. Qetësinë kjo është mbi të gjitha për hir të së vërtetës. Tani për ta mbyllur, po ja, nuk duhet ta mbyll këtë intervistë, nuk duhet ta mbyll. Ka sigurim për këtë karritjen apo jo? Patjetër, gjithçka mund të sigurohet. Okej. Tani, nëse un kam kaskon ditore, kam autososin ditor, atë ditë më ndodh një dëm ditor, deri në çfarë shume më mbulon polisa ditore? Po. Atëherë, kasko në përgjithësi sigurimet kanë një që quhet shumë sigurimi, pra kanë një vlerë limit të dëmshpërblimit. Për mjetet kasko ditore është shuma sigurimit është aq sa ç'është vetë vlera e mjetit. Që do të thotë, nëse mjeti në treg kushton 20.000 euro, ju do paguani qiran ditore për atë vlerë mjeti, po e supozojmë 15 euro në ditë, dhe në rast aksidenti jeni ju që zgjidhni ju si klient, ishte pyetje shumë me vend, jeni ju që pastaj do zgjidhni nëse do merrni pjesë në dëmshpërblim apo jo. Pra, nëse qiramarrësi vendos që thot 100% dua që ti paguaj kompania e sigurimit, atëherë do paguni pak më shumë prim dhe ju s'keni punë për vlerën e dëmit. Ama nëse thoni që shiko, nuk dua se unë jam shofer i mirë, po edhe mund të më ndodh, nëse më ndodh, duhet që të paguaj 10% apo 20% të vlerës dëmit, ja paguaj unë qiradhënësit, atëherë do paguni më pak dhe ju do merrni pjesë në dëm. Ndërsa për pjesën e autososit ditor ka disa limite që është deri në 10.000 lekë treja, pra rreth 100 euro është transporti brenda Shqipërisë, që janë më se të mjaftueshëm për ta marrë nga pika ku ndodh deri në servisin më të afërt, po kështu është edhe pjesa e riparimit në vend, 100 euro ose 10.000 lekë treja, që do të thotë, nëse të ndodh që mjeti juaj ka një problem teknik dhe vjen tekniku në vend, pjesën e shërbimit e paguan kompania sigurimit, ndërsa pjesën e këmbimit i ka vetë klienti, që do të thotë, nëse ka rënë goma dhe keni një gomë rezervë, atëherë zëvendësimin e kemi ne dhe s'paguan gjë. Nëse duhet me blej një gomë, ne marrim gomën dhe do e paguaj klienti. Nëse do zëvendësohet një paketën e paguan klienti. Do zëvendësohet një rip motori, e paguan klienti. Pra, shërbimi është 100 euro ose 10.000 lekë treja, ndërsa për jashtë Shqipërisë rritet niveli, sepse atje transporti është pak më i kushtueshëm, e para dhe dyta, dhe ka shërbime shtesë, ju thash që është akomodimi me hotel, zëvendësim mjeti ose transporti alternativ, dhe nga 100 euro kalon në 250 euro, që janë më se mjaftueshëm për njërin ose për tjetrën. Për hotel ofrohet hoteli 50 euro në natë, pra deri hotel me 4 yje, jo vetëm për drejtuesin e mjetit, se kjo është, po për të gjithë. Pra, nuk ka
se mjetet janë 4+1, po them autoveturat, 5 vet nga 50 euro, 250 euro është i merr vetëm hoteli. Tani, nëse makina ime ka një probleme dhe nuk bëhet në moment për të shkuar në destinacion, besoj edhe këtu asiston. Është transporti, po është edhe këtë doja ta sqaroja për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Zoti Besnik, faleminderit që ishe në studio. Faleminderit ju për ftesën. Edhe shumë suksese dhe punë të mbar përpara një vere të nxehtë dhe me shumë turistë, me shumë të afërm që na vinë në Shqipëri. Shumë faleminderit, edhe përfitoj nga rasti se pash që këtu godinat i kishit mashallah, shumë punonjës etj. Mund t'ju thuash që të pakten për autososin se do fillojnë Dulltoni, do bëjmë një çmim mirë për gjithë punonjësit tuaj. Janë duke na ndjekur ndërkohë. Okej. Kështu që besoj të ta kenë parasysh, në mos e kanë bërë të paktën autososin që në momentin kur e kemi prezantuar për herë të parë. Por ditori është shumë i rëndësishëm në këtë periudhë pushimesh. Absolutisht. Shumë faleminderit dhe do kemi mundësi sërish të tjera për të prezantuar produkte edhe më fleksibële dhe që ju vinë në ndihmë absolutisht të gjithëve, jo vetëm ne që jetojmë këtu, por edhe emigrantëve, edhe turistëve të huaj, të cilët i hasim çdo ditë në çdo rrugicë të Tiranës, por jo vetëm në çdo qytet të Shqipërisë. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.